Si mendoni, a ka nisur përplasja mes radhëve të Partisë Socialiste sa i përket sidomos pas kësaj çështje të Belinda Ballukut dhe kush është gëzuar në radhët e Partisë Socialiste, teksa kemi parë sot dhe Elisa Spiropalin mjaft të qeshur krah komisioneres për zjerimin Marta Kos? Unë nuk do ta gjykoja thjesht se kush duket i qeshur ose jo i qeshur. Sonja Spiropali duhet të ketë ca halle të tjera të veta se edhe ajo ka qenë kryetare kuvendit dhe ka pasur ca këshilltar si pak si të dyshimt. Por pa e hyrë çështjeve të ish kryetares kuvendit, sot ministre e jashtme. Duhet të thënë që lufta në Partinë Socialiste ka kohë që është haptas. Ka pasur fillimisht një luftë midis brezit të ri, sektit, siç e quante Ilir Meta dikur, që solli Edi Rama, që ishte sekti që vinte nga shoqëritë e Sorosit, G99 e të tjerë, për të eliminuar dorën e vjetër, dhe Edi Rama me shumë finokëri, herë duke i blerë dhe herë duke eliminuar, eliminoi dorën e vjetër të Partisë Socialiste. Dhe bëri këtë punë në aleancë të plot me një figurë e cila në dukje ishte shumë me peshë brenda Partisë Socialiste, zotin Ruçi. Me anë të zotit Ruçi eliminoi çdo kënd tjetër dhe eliminoi çdo lloj mundësie që dikush të thotë ky po na eliminon edhe po sjell të vetët. Momentin që u ndjej fort, eliminoi edhe zotin Ruçi, eliminoi edhe çdo kënd tjetër që mund t'i dilte përballë, bleu zotin Blushi, bleu Erion Braçen, që e bëri zëvendës kryeministër për ca kohë, dhe tani që ju kontrollon të gjithëve sepse ju ka dhënë diçka, tani ndihet i plot fuqishëm. Pra çdo kush që hyn Partinë Socialiste nuk ka më asnjë lloj lidhje as me idealin e asaj partisë së merhumit, që të paktën ishte si ishte, po ata ishin njerëz që vepronin me ideal, gabuar në gjykimin tim, po ishte ideali i tyre, dhe kësaj pjesës së re që ai solli. Pra, Zoti Rama është në kontroll të klaneve, shpesh herë i ngjall vet këto konflikte. Siç e thash më parë, kishte problem shumë të madh me klanin e vjetër. Fatmir Xhafës nuk ja doli dot, po arriti që ta bëj bashkëpunëtor. Nuk ja doli dot se u tregua shumë finok edhe Fatmir Xhafa, duke u bërë aleancë me Erion Velin. Pastaj mori Fatmir Xhafën krahun e vet dhe eliminoi Erion Velin. Tani ka nxjerr në mejdan zonjën Balluku. Klanet e brendshme kanë qenë, do të funksionojnë, por ka një fajtor, ka një njerëz që është në krye të kësaj strukture dhe ai është Edi Rama. Siç është e njëjta gjë për opozitën, ka një fajtor për mungesën e opozitës dhe ai është Sali Berisha. Ilir Meta në një shkallë më të vogël sepse është lojtar më i vogël se sa Sali Berisha. Si mendoni, duke parë të gjithë këta eksponentë që kanë rënë njëri pas tjetrit, duke nisur nga Sajmir Tahiri, e së fundmi Erion Veliaj dhe Belinda Balluku, si mendoni kush mund ta ketë radhën sa i përket goditjes nga spaku të njerëzve të Edi Ramës, apo ka mbetur vetëm Edi Rama tashmë? Nuk është asnjëherë, nuk ngelet kurrë fusha bosh në Shqipëri, sepse në Shqipëri ka shumë hajna në struktura qeveritare sa gjithmonë ka vend për të gjetur të rinj. Unë do thoja që nëse do doni të gjeni abuzime të tmerrshme, duhen parë gjithë drejtorët e Keshit, që janë sot gjithë milionerë. Dhe atë kanë bërë abuzime me një të mirë publike, e cila është strategjike për Shqipërinë me energjinë. Janë bërë çuditëra në Kesh, gjithmonë, nga të gjitha palët. Pra, mund të ketë edhe një linjë të tillë. Unë nuk e di se çfarë do të bëj spaku, por analitikisht, nga pikpamja analitike, goditja e zëvendës kryeministres është një sinjal shumë i fortë për qeverinë dhe për kryeministrin, që përkundër asaj që thonte ish opozita që e ka bler Amerikën me Yuri Kimin, gjitha këto tani kanë rënë, i kanë harruar njerëzit, por doli që ishte ashtu siç u patëm thënë ne njerëzve para shumë kohësh, që nuk ka bler gjë, që ishte një qasja e qeverisë amerikane ishte thjesht pragmatike, dhe tani që ka një qasje të ndryshme, që pragmatizmi amerikan anon kundër luftës ndaj klaneve të drogës, i dalin të palarat zotit Rama. Kështu që zoti Rama ka një llogarit hapur me drejtsinë, nuk besoj që e ka shumë të gjatë jetën politike, ky është një sinjal shumë i fortë, ama ajo që duhet të ruhemi ne shqiptarët, dhe shpresoj që kjo të gjej vend edhe tek titujt që do të nxirrni, duhet të ruhemi rotacionit
brenda Paris. Deri më sot, këto 30 e kusur vite, ka qenë fenomeni vrastar i shoqërisë shqiptare. Pseudo rotacioni, ik njëra palë, hajde tjetra nën Okelion ose nën Bajrakun që po çat bëjmë skemi që bëjmë tjetër. Jo. Nuk ka më vend për rotacion, ose vend ka, por atëherë do të pranohen gjitha këto lloj pasojash dhe ndoshta edhe më të rënda, sepse nëse vazhdon kështu, shoqëria shqiptare po shkon drejt një shkatërrimi shumë më të madh se sa ai që ka ndodhur në 97. Nën këtë petkun e pseudo rotacionit që është zhvilluar në këto 35 vite në Shqipëri, a mendoni si eksponentët e Partisë Demokratike ashtu dhe ata të Partisë Socialiste kanë ndarë mes tyre pasuritë publike, siç përmendut ju pak më lart sa i përket rastit të Flamur Nokës, apo rasteve të tjera të cilat janë denoncuar ku eksponentë e opozitës kanë kaluar në qeveri apo kanë marrë poste të caktuara, pra duke e shitur çdo kaos që mund të kenë nisur në opozit. Në këtë rast, pra, a kemi një bashkëpunim qeveri opozit për ndarë pasurinë publike? Absolutisht pa më të voglin dyshim. Dhe po e përsëris se thash pak më parë. Nuk keni nevojë të më besoni mua si njeri që analizon fakte. Shkoni dhe shihni çfarë pronash kanë ata që kanë qenë deputet, ministra, zëvendësministra, drejtor, dhe çfarë kanë pasur përpara, çfarë kanë motrat, vëllezrit, kunetrit, baxhanakët, të dashurat e tyre, dhe nga i kanë gjetur këto, si jetojnë këta njerëz sot. Ka njerëz që edhe kanë dalë nga politika dhe jetojnë në luks. Si jetojnë këta në luks, me çfarë të ardhurash? Nga dolën, pse ishin këta biznesmenët më të zot? Pse janë këta dhe kriminalët biznesmenët më të zot në Shqipëri? A ka një arsye apo është thjesht rrjedhoj logjike e shoqërisë shqiptare? Unë mendoj që nuk është ashtu. Unë mendoj që përmenda zoti Noka sepse doli në këto, ose të paktën përflitet në për ambientet e Tiranës që ka dalë në këto përgjimet, por nuk duhet ta ndaj nga të tjerët. Nuk ka asnjë ministër, ish ministër, me kokra ndonjë zëvendësministër, se nuk po duhet i përfshi të gjithë, por shumica zëvendësministrave, drejtorëve e të tjerë, të cilët nuk kanë përfituar nga postit, të cilët nuk kanë marrë diçka kur kanë ikur dhe të cilët nëse janë opozit mezi presin të rikthehen që t'ju vidhe një herë, ashtu siç thuhet në mënyrë shumë popullore, zari në dorë. Kjo është mendësia e tyre. Mendësia e zarit, të më vidhe një herë zari në dorë, të rregulloj dhe vllan edhe kunatin, se të gjitha të tjerat nuk hyn më. Pra, në një shoqëri të tillë, në një sistem të tillë, ku harxhohen 10 miliona euro për një rrugë që pastaj shembet, dhe askush nuk thot asgjë, dhe të gjithë dalin me paturpsinë më të madhe të gufuar me silikon dhe thonë që un jam punëtor ose un jam ashtu e kështu. Kjo është një farsë e rëndë, të cilën çdo kush që ka një inteligjencë minimale nuk e pranon dot. Në Shqipëri kjo deri më sot ka ecur sepse propaganda është aq e thellë, por njerëzit duhet të fillojnë të zgjohen. Nuk mund të jetë më ky vazhdimi. Zoti Roj, ju përmendët faktin që Edi Rama nuk e ka shumë të gjatë në drejtimin e qeverisë. Kjo shkurtesë pra e jetë gjatësisë, pra do të vi nga spaku, do të vi nga një forcë madhore, në këtë rast siç është Shtetet Bashkuara të Amerikës, ku mund të përmendim faktin që administrata Donald Trump ka vendosur në sanksione kartelin Sinaloa dhe konkretisht familjen Hysa, ku luftar Hysa, njëri prej tyre, u takua në zyrën e kryeministrit Edi Rama pak vite më parë, dhe tashmë secili ka dhënë versionet e tyre të ndryshme sepse u takuan, por duke takuar një eksponent të tillë të kartelit Sinaloa, vetë Edi Rama a vendoset në rrezën e kuqe të Shtetet Bashkuara të Amerikës? Shikoni, unë nuk e kam mbiemrin Cassandra, kështu që nuk do të bëj parashikime se nga do t'i vi, por mund të bëj një përqasje analitike të asaj që unë mendoj për situatën. Unë mendoj që fundi zotit Rama është i pashmangshëm, se kur do të vi ajo varet nga shumë faktorë dhe nga shumë rrethana. Është i pashmangshëm sepse kjo nuk mund të eci përgjithmonë dhe do të vi një pikë ku ai nuk do të jetë më aq i vlefshëm
për strukturat e pushtetit në Shqipëri dhe ata do të jenë të detyruar ta zëvendësojnë. Ka ndodhur edhe më parë. Pra do të vijë një pikë kritike. Kjo është pika e parë. Pika e dytë është që duke qenë që Zoti Rama ka dhe ashtu se dhe gjithë të tjerët ka kontrollin e plotë të gjitha strukturave, e gjithë paria e Tiranës mendon nuk duhet në vlerësuar pikëpari sepse kanë shumë kontroll mbi shumë çka. Dhe ata mendojnë se duke kontrolluar gjithçka që është e dukshme, e kanë të sigurt vazhdimsinë dhe e kanë të sigurt që njerëzit do të vazhdojnë t'i ndjekin. Mirë po, nëse do të më detyronit që të bëj një parashikim, parashikimi im do të jetë që Parisë së Tiranës, dhe jo vetëm Edi Ramës, se Edi Rama është më finok ndër të gjithë ata, po Parisë së Tiranës do t'i vi ndoshta ande nga nuk e pret. Që do të thotë në këtë rast? Që do të thotë që ka disa gjëra që ata nuk arrin do t'i parashikojnë dhe mjafton të shohësh se çfarë ndjejnë njerëzit, se çfarë ndjejnë njerëzit duket në pika të caktuara nëse shkoni dhe i merrni nëpër intervista, ka njerëz që kanë filluar ta shfrehin dufin, por ka edhe shumë që nuk e shprehin dhe që e mbajnë dhe në momentin që krijohet dritarja e veprimit, pasojat do t'i ndjej paria e Tiranës. Nuk ka dashuri, populli nuk e don parinë e Tiranës. Mund ta votojë, e kuptoj që duket si paradoks. Mund ta votojnë, mund edhe të marrin parat, mund edhe në diskutime tavolinash ta mbrojnë filanin ose fistekun ose X-in ose Y-in, thonë jo mos e janë tanët e tjerë, por në vetvete të gjithë njerëzit e kuptojnë se sa të ndyrë dhe se çfarë poshtërsisht kanë bërë këta.